Protesta e 5 me radhë. Qytetarët sot protestuan përsëri para drejtorisë të ardhurave publike në Tetov për tatimet të cilat u kërkohen të paguhen gjatë kohës që ata kanë punuar jashtë vendit. Ata thonë se kjo është e jashtëligjshme. Qytetarët e cilët kanë punuar kryesisht në Irak dhe Afganistan theksojnë se nuk janë kundër tatimeve, por kundërshtojnë ngarkesën e padrejtë dhe retroaktive. 5 herë kemi dalë, 5 herë kemi folur qartë, 5 herë kemi kërkuar drejtësi dhe ende nuk kemi asnjë farë lloj përgjigje. Nuk jemi këtu për politik, nuk jemi këtu as për parti, nuk jemi këtu as për interesa personale. Ne jemi qytetarë të zakonshëm në të cilën kërkojmë një gjë, drejtësi dhe përgjegjësi institucionale. Kërkesat tona janë të qarta dhe publike, i kemi cekur shumë herë. Kërkojmë përfshirjen e menjëhershme të debatit parlamentar, sepse kjo çështje prek mijëra qytetarë dhe nuk mund të mbyllet me vendime administrative mbas dyreve të mbyllura. Protestuesit kërkojnë që të anulohen të gjitha vendimet e marra me efekt retroaktiv. Protestat janë apolitike dhe kanë për qëllim mbrojtjen e qytetarëve. Megjithatë u bën thirrje kryetarëve të partive që t'i mbështesin në këtë mision. Kemi patur edhe mbledhje me partitë politike, me shumicën opozitare, kemi diskutuar për shkeljen e ligjeve, në cilat pika shkelet ligji më shumë. Fatmirësisht kemi drejt në çdo pikë, kemi edhe tani prej grupeve parlamentare kemi premtime se në të cilën do të mbahen seancat e ardhshme në parlament, do të kese edhe pyetje ndaj kryeministrit, do të kese edhe pyetje ndaj institucioneve dhe ministrive përkatëse. Qytetarët paralajmëruan se do të vazhdojnë me protestën derisa të dëgjohet zëri i tyre, ndërsa thonë se protesta do të dislokohen edhe në Shkup nëse nuk gjendet zgjidhje. Ata thonë se tashmë janë në kontakt të vazhdueshëm edhe me partitë opozitare dhe se çështja e tyre do të adresohet edhe në parlament së shpejti. Protestat nuk do ndalen, do kemi aktivitete të shumta. Në të njëjtën kohë vazhdojnë edhe protestat në Kumanov. Shpresojmë që të bashkangjitemi bashkë të kemi edhe protesta të mëtuteshme edhe në Shkup para parlamentit, para drejtorive, derisa të mos anashkalohet edhe kërkesa jo. Më 13 dhjetor të vitit 2025, qytetarët u befasuan nga vendimi i drejtorisë të ardhurave publike për mbledhjen e taksës mbi të ardhurat e padeklaruara nga jashtë Maqedonisë. Disa prej tyre thanë se nuk janë të informuar mjaftueshëm për detyrimin e deklarimit të rregullt të këtyre të ardhurave, ndërsa të tjerët kishin theksuar se njoftimet e drejtorisë të ardhurave publike u kishin ardhur me vonesë për të ardhurat të realizuara vite më parë.